أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه 3 مهلكات شح مطاع هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në një ajet kuranor që Allah subhanahu wa taala përshkruan një realitet shumë të madh e të thellë. Në ajetin që e citova më lart, Allahu ka thonë dhe ata të cilët i kanë frikë mekamit të Zotit. Ma bukfalisht, do të thotë se pëlqej shumë ajetin ta interpretoj bukfalisht, që është që dëgjuesi domethënë të merr pjesë në kuptim, interpretim në herë. Ta ndëgjoj ajetin, ta kuptojë vet, pa ndërhin një herë dikush, se Zoti e ka zbritur këtë Kur'an për njerëz. Dhe ai i cili ka frikë nga mekami i Zotit të vet dhe ndalon nefsin nga epshi, lakmia dhe ego, do të jenë banor të xhenetit. E kundërta e këtij në vend dhe ata të cilët janë zullumqtarë dhe të padrejtë dhe i kanë dhënën përparësi kësaj bote mbi asaj tjetrës të vërtetës, do të jenë banor të xhenemit. Kjo është shumë ajet i madh. Këtë bota mund ngrit në kam, e kanë problem interpretimin. Edhe kjo është një send që nuk mund të kuptohet vetëm me një logjik të zhveshur. E di? Domethënë vetëm me mend, agnostik, shkencëtar, akademik, dietar, argumente ku e di. Këto duhet zemër. Dhe ata të cilët kanë frikë prej mekamit të Zotit të vet. Kjo shprehja mekam, s'kam dëshirë ta shqiproj, se është problem. Edhe ju thash, nuk kuptohet me logjik, por duhet të kuptohet me shpirt e me zemër. Besimtarët që kanë frikë me kamit të Zotit të vet. Kjo është shumë rëndësi. Kjo është më thellë, nuk mund të shkohet. Edhe me këta jetë, ju e matni veprimtarinë tuaj dhe të qytetarëve muslimane besimtarë që pretendojnë gjithë ditën majtas dhe gjaftës. Dhe e kuptoni se kush ku është. Dhe ata të cilët kanë frikë nga mekami i Zotit të vet dhe ndalojnë nefsin. Betejë më e madhe në jetë është kjo. Feja është me ndaluar nefsin, që është e kojtmja, lakmia, ego, që në kohën moderne për neve është motori kryesor i cili na vën në lëvizje. Ne me na zhvesh nga interesat, lakmia edhe ego nuk zgjohesh prej shtratin mëngjes. Ti as që e din çka do të thotë diçka për hir të korrektësisë ta bëj një punë, për hir të asaj pse është urdhër i Zotit, për hir të asaj se është në dobi të shoqërisë, për hir të parimave, të disiplinës, për hir të Zotit. Këto biseda kanë ngel bidat, ja fol me këtë fjalor, nëse paraqitesh me këto ideja në popull, mbetesh i vetëm. Nuk ke mbështetje as për krahje. Çka janë këto fjalë në këtë kohë djallëzore për Zot? Nuk po e bëj. Se për shembull është ndaluar se kam frikë me kamin e Zotit tim. Do thotë prania e Zotit në mendjen dhe zemrën e çdo besimtari. Prania e Zotit në jetën e një besimtari në detaje më të skajshme.
në vende ku je krejt i vetmuar, ku nuk është as kush, as shteti, as pushteti, as qytetar, as milet, as kamera, as shtet, vetëm vetje. Dhe ka frikë me kamin e Zotit të vetë, dhe e respekton edhe e ndalon nefsin, epshin dhe egon, që sot jemi të zhitur të gjithë pa përjashtim, vetëm kush më tepër e kush më pak. Dhe ata që kanë frikë me kamit të Zotit të tyre dhe ndalojnë nefsin nga të padrejtët, haramet, nga të shumtuarat, nga moraliteti, nga ajo që nuk të takon, nga ajo që nuk të meriton, janë banor të xhenetit. E kuptuat kush është banori i xhenetit? Për shembull, një punëtor i cili shkruan orë më tepër se sa ka punuan. Është një njeri i cili ka dështuan për të përfituar, se si them, ta fiton betejën në këtë jetë. Është një njeri pa moral, shkruan orë më tepër se sa ka bën shërbime. Një njeri i cili merr një detyrë, post, prej lartë në qeverie deri te e fundit, që nuk i takon dhe nuk i ka meritat, është njeri i cili nuk e ka ndaluar nefsin, e ka humbën betejën, nuk e ka respektuar me kamin e Zotit të vet, ka menduar se s'ka Zot. Një njeri që vjedh kur i vjen mundësia, është njeri që nuk ka frikë prej mekamit të Zotit të vet. Në fakt ai s'ka Zot. Një profesor doktor që jap nota me ndërmjetësim, me kërcënim, me blerje, me këmbim të moralit, është një njeri sa dojë le të falet, tash merremi vesh edhe agjeron. Është njeri i cili nuk ka frikë nga mekami i Zotit të vet. Nuk i fiton betejat, se nefsi edhe nuk ndalet, është shumë e vështirë. A di domethënë detaje më të vogla ku mund të mashtrohesh, ta futësh një send në pronësinë tënde e cila nuk të takon. Për shembull, ta merresh për qeverisje shtetin dhe të fillojsh ta shitësh plam shtetin e qytetarëve. Domethënë ishuj në emën të projekteve, në emën të investimeve, është njëri që nuk ka frikë nga mekami i Zotit të vet. Tash për shembull shkon nëpër plazha gjithandej të zhveshur e të përzira nëpër darkë me alkool, edhe zinoje, tradhtije, mashtrime. Këto janë njerëz që nuk kanë frikë prej mekamit të Zotit të vet. Me fjalë qera tonat, këto nuk kanë Zot. Këto janë rreziku. Për që ta Allahu këtu shumë thjesht e ka definuar besimtarin, kush është banori i xhenetit? Ai që ka frikë prej mekamit të Zotit të vet dhe ndalon nefsin normal që i kushton. Nuk janë me di fjalë, to ne jemi në jetë. Shumë është e vështirë nefsin me ndalu. Njëherë, teknikisht është shumë e vështirë, se nuk ndalohet, nefsi është vrull, që nuk mposhtët. Po nëse ke arrit, kushton, shumë kushton në jetë. Mirë po shpërblimin e ka xhenet. Nefsin duhet me nda, lakmijën. Ke qytetarë dhe më thonë janë lëshuan rejnë dhe mashtrojnë për hatër të nefsit, epshit, egos. Mos po të kafshon, të mashtron, diçka të përfiton, të premton, të tradhton. Ta jap fjalën, nuk të mbështet. Të bus qesh, në kafe, në muhabetet, për shëndetet, beka shpina, kur ti duhesh, nuk është ati. Pretendon të jetë, do më thonë, vlla musliman, 100 zezat i ban, dush mu urujtën ma shumë se prej shejtanit. Dhe ata të cilët e kanë tepruon dhe kanë qenë të padrejt,
Dhe i kanë dhonën për parësi kësaj dënjoje mbi tjetrën. Sigur ne, kemi të realt, për neve është shumë më rëndësi kjo botë. Mos e rreni vetën, hapni sintë. Për neve është më rëndësi kjo botë se tjetra. Dhe ata të cilët i japin për parësi kësaj bote, përballë tjetrës, ata përfundojnë në xhehenem. Dhe ata që i frigohen me kamit të Zotit të vetë dhe ndalin nefsin, janë banor të xhenetit. Për shembull, Jusufi a.s. shkurt e dini këtë ngjarjen, kur mbeti vetmuar me atë femrën e bukur që ishte atje ku diun në mbretresh, në pallatin në mbretit. Edhe pikrisht këtu, Jusufi a.s. tha, dhe unë kam frikë prej Zotit tim, dhe ata që i frigohen me kamit të Zotit të vetë. Kjo është një profil profetik që ban përpjekje, lufton, ta ndalon, ta organizon, ta menaxhon situatën me nefsin. Ki ndalet, i kushton të ndalet. Prej të një profil profetik deri të një besimtar modern i cili investon natë e ditë mas zinojës. Natë e ditë investon, përgatitet, vrapon, ndan kohë për zinon. Dhe ata që i fregohen me kamit të Zotit. Edhe Jusufi a.s. kur u vetmu me ata, ai i tha, ja ku jam gati. Tha, unë i frigohem Zotit tim. E po aja është banor i xhenetit. Jo valla, mujt i lakmia i ndrojnë fjalët, i ndrojnë qëndrimet, i ndrojnë mendimet, morrin detira, morrin përgjegjësi, nuk e kanë frikë, fusin në kapitalin e vetë në prona sende që s'janë asnjëherë të atyre, pa marrë parasysh shka. Dhe më parin saf me ti e barabartë. Ama dhe ata që e kanë tejkaluan kufirin, dhe e kanë tepruan me rrena, me mashtrime, me keshpërdorime, dhe japin përparësi dënjojës për ballah atit, ato janë banor të xhenemit, kote kanë që mundohen. Sa herë neve lakmia, egoja dhe interesi në ka bon t'i shkelim ligjet e Zotit, t'i shkelmi të drejtet e qytetarëve, t'i mashtrojmë, sa herë kur kemi pas mundësi, vetëm kur kemi pas më rrugdalje, s'kemi pas çka bëjmë, ama nëse ka mundësi pak, t'i strembroj faktet, dhonat, dëshmit, provat, data, unë e bajnë s'mërzitëm, se unë kam dënjojën më me rëndësi se botën tjetër. Ani se falem unë këtu. Kjo mund të jetë adhurim, mund të jetë edhe shprehi, a trashëguar. Allahu pejgamberëve dhe besimtarëve ka thonë: "Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah." Dhe mos e ndjekni nefsin, epshin dhe egon, se ju devijon nga rruga e vërtetë e Zotit. Sikur që e kanë ndjek dhe janë duke e ndjek dhe ma e pak kuptim tash kur besimtarët në mënyrë të verbër, pa analiza, pa u ndalë fare, ndjekin të tjerët. Majtë e gjasy pejgamberi alayhis salam në hadith për këtë hajet këtu. Ka thonë, dhe do të vjen koha kur besimtarët do t'i ndjekin të tjerët. Shkija qafira mushrika fasika e gal. Në përveç mbathje, kultura, darsma, vdekje, evenimente, mënyra, stili të jetuarit, këtë di unë, do t'i ndjekni të tjerët. Të rreziku është do të thotë, ju nuk do të keni unë. Ju nuk do të keni pesh, as identitet, nuk keni me çka të paraqiteni. Kush jeni ju? Po ne 100 vetët e arshëm me perëndimin. Po kush keni qenë ju? Po 100 vetët e kaluara me lindjen. More në rregull ti kush je? Po s'kam unë identitet. Unë shka të shoh në televizor nesër jam ai. A i keni pa për shembull këtu, veç mbathjen e meshkujve dhe femrave. Çfarë shohin televizor? Nesër e ke në praktik. Do t'i ndjekni të tjerët.
Nëse shkojnë ata në Humner, në birën e Ukit, edhe ju keni mu fut ati, a be hapisit se je buz greminës rëziku tej. Jo s'ka lidhe se unë jam betuar në mirë të verbër ka me ndjek këtë. A di sikur ai filonja atje, ati pisit atje, mbulesën e qabës dhurat. A moralitet, ju e ndjekni nefsin. A musliman, Allah në Kur'an, ka thonën, dhe ata që i kanë frikë me kamit të Zotit, dhe ndalin nefsin, janë banor të xhenetit. Mbaroj. Kjo është beteja numër 1. A ndal ti nefsin në një situatë e cila anë në dobijën tanë, dhe po them, dhe je në favor për ta fut atë. Mundës të ti manipulojsh këtë dëshmit, vullat, ato këto. A beteja, ke frikë prej me kamit të Zotit tënd, apo ti je vetëm si poplia në ajër këtu? Je shtirë se je besimtar. Se ti vjedh në kanar. A be një njeri që e shet makinën 400.000 të kaluara për 100.000, është njeri që s'ka frikë prej mekamit të Zotit të ti. Shumë e thjesht, ai që në peshore, në pazar, manipulon 24 orë tani jetën, fiton haram duke e rrejt qytetarin në kanare, në kvalitete, në cilësi, ai është një njeri që s'ka frikë prej mekamit të Zotit vetë, këtë registroma. Allah në Kur'an ka thonë, dhe ata që kanë frikë prej mekamit të Zotit të ti. Ai ndalët, ai se në banë, sëkru se në ka bojë Jusufi a.s. Imam Shafia ka thonë, me ditën se uji i freskët, i ftoft në temperaturat të larta, që janë që dëshirushëm, dhe nevoj, me ditë se uji i ftoft, ma pakon burërien, asë njëherë një jetë s'kisha pijen përveç ujtë në zetë. Që që është? Do të thonë, unë jam njeri që mobilizohem dhe du të paraqitjem në tregun e kësa jetë me vlerat unë që i kam. Mosëm këshirë unë shka ha, qka pi, qka kam, vesh, ko e di unë. Këshirë mi veprat e mija. Do të thotë, matematika është kështu. Nëse mu e ma hek pronën që e kam, po se pozojmë unë jam milioner, hek i milionat, kam shumë makina, hek edhe makinat, kam veshmbathje, të markeve më të reja, hek edhe ata, hek i të gjitha, kush jam unë tash? Ata që kanë frikë prej mekamit të Zotit të vetë, ata leje ku do koft, rrirahat. Këtu është e defekti që ne nuk arritëm të prodhojmë, të edukojmë breza të ri që kanë frikë nga mekami i Zotit. Britanezja para ditëve tha, unë islamin me men e kësha pranuar moti. Isha të pritën të pranoj me zemër, se me mendje kësha pranuar moti. Isha të pritën ftesën e Zotit dhe ma erdhi këtu. Musliman. Ti a me mendje musliman, a me zemër, a me shpirt, a me praktik, a me rena. Ai që i frigohet me kamit të Zotit të vetë, ai sën hinë në shtëpi publike, as në kazino, as nuk e merë nonën 84 vjeçare me hudhë për dritare, sot atje, edhe e vdekur. Ai që i frigohet me kamit të vetë, Zotit vetë, ai nuk e therë grujën dark dhe me vra me buk ngoj. A pe kuptoni dalimin e xhenetlive, besimtareve, që janë që një botë në kam, dojnë me hudhën gur këtu, e di, a moralitete rena skenare për ta prish imazhin e besimtarit. Dhe ki besimtar, ki profil, ai që i frigohet me kamit të Zotit të vetë, ai nuk e ndërpret raportin me motër edhe vlla, s'ka shansë. Qishta që të bon këto mendja e shejtanit të hinë në luft me vllahun time dhe motrën time? Po por çka jetoj atë, çfarë vlera ke ti? Kush je more ti, Unë e kam Zot dhe i frigohem me kamit të ti dhe luftoj që ta ndali epshin
interesin dhe egon në dam të tjerëve duke i shkelën ligje dhe rregulla. Unë jetoj me atë mendje duke i dhonën e përsi dhe prioritet botës së vërtet, kur të dalim, sikur Hazreti Alia, që e dha darkën, edhe pse s'kishte i fukara dha darkën dhe vazhduan domethënë të agjërojnë me Fatimën, s'kishin bukësha me hongër. Nuk është interpretim kjo, Allahu ka treguar në Kur'an pastaj. Ka thonë ne, Hazreti Alia, këto punë që po i bojmë, na nuk kemi të e bojmë këtu nga epshi, ku ta di unë motive të ndryshme. Na e bojmë këta se i kemi frikë ditës madhe. Dita e madhe kur të vende. Edhe ne nuk kërkojmë për juve as falënderime, as lavdrime. Hec. Mirësien, maja dhe hec, unë ti si jam du të pa. Unë shofë diçka tjetër. Ne këto punë i bojmë pse i frigohemi me kamit të Zotit. Dhe i bojmë se kemi frikë ditës madhe. Nuk ka dita e madhe ditë kur të ka lind djali mas 8 vajzave. As nuk ka ditë e madhe ditë kur ka vdekën djali i Fejum më vaki. Ka me dash më në gjimës. Kur zhos janë këtë pjesë e kësaj dënjoje kalojnë. Dita e madhe është atë ditë kur të takohemi me të madhin. Ta shohim kush keni qenë ju në lindje dhe perëndim çka keni bënë atë jetë. A u mërshim me media, gazeta, edhe parti politike, e muhabetet kafave të rrugëve, e kjo u bën virale, ajo ka virale. Po ajeti kuranor, tradita profetike, praktika e jote. Ameli punën, ku e kje ti? Friga prej me kamit të Zotit? S'ka ekzistua jo, po si e banor. Dhe ata të cilët e keshpërdorin, dhe të i kalojnë, e të projnë, mashrojnë rejnë, këjdi une, janë banor të xhehenemit. Tash unë e dikure kur jam të folë, unë se di na, si pas këja jetëve, kacellaon anojmë ma shumë. Dhe ata që kanë frikë prej me komit të Zotit të vetë, dhe ndalin nefsin, pa marrë parasysh sa kushton, janë banor të xhenetit. Ngjarja ti hadithi ato 3 vetë kur kanë met në atë shpellën. Edhe pastaj kur e kanë lutë Zotin, e ditë nefsi. Dhe njëri aty kur i ka thonë Allahut në dua, o Zot, largojme këtë gur aty nga hyrja edhe dalja e shpellës, për hatër të atij rasti që unë pata mundësi me bën zina. Ama unë e kisha frikë nga mekami i Zotit tim. Dhe e lash. Jo të vrapojsh gjithë ditën mas haramit edhe Allahu Ekber. Vrapojnë, unë se në kuptoj, kja profil që Zoti e lavdron, ndalohen, investojnë, të ndalohen. Ti kja profile që investojnë, të afrohen, të zinoja, të harami, të parja, ini të pa, që dënjoja pesh, krejt, zhveshja, alkoholi, gjinit e përzira, darsma, plazha, kejt janë shlu rejnë, mashtrojnë, kërkush si beson. Ma pa marmarësisha je hoxha, tash atje dur ka Shqipëria një muhabet, o xhallarët kanë shit femra në botën arabe. Pa komente. Të mos jetë e vërtet, okej. Ama e kam fjallën, s'met me mo besim, Nuk met njeri për t'i besuon, për të mbështet të aj, për t'u betu në Zot me thonën, po be ki, jam i gatë që unë dhe me thonë margaronë sa se kja një njeri. Qfar ti more? Mos e ndjekni epshin, nefsin, të kajtë mën, egon, se e humni rrugën e Zotit. Sukur që e kemi humbër. Wala u ittaba al-haqu ahwaahum. Allahu ka thonë dhe sikur e vërteta ta ndjek epshin dhe nefsin e këtire këtu, do të shkatroheshin qejt dhe tokat pa koment, a shkatru edhe toka edhe qejt. O zonin zemja, kujt di unë po shkrije në akullat, atë këtë epshi, sigur e vërteta ta ndjek epshin e këtire, do të shkatroheshin qejt dhe toka, dhe qka ka në te, po qka ka në te, insan ka, po që insan janë shkatruon, po 500 në deti, po që edhe ato po ngordhin se, jo kemi prish ambientin atje kejt, hanë substanca kimike, hella ma bo kejt tërim një. Dhe sikur e vërteta ta ndjek epshin e këtire këtu në për qeveria, e ministria, drejtoria, pushtete, organizata, shoqata, do shkatrohen qejt dhe tokët, po janë shkatruon ja Rabbel Alemin. S'ka mbet mu edhe shumë pak. Ose jemi në kohën ku apo me qenë fetar, as sikur me qenë në zjarr, më shkurt.
S'ke me mbështetjen e askuj tallën të gjithë me te. Shka me ke primitivizëm te? Allah je besnik. Besnik në këtë kohë, për shembull se ne bëj këtë punë valla, se unë jam burr, kam thonë jo, se kam thonë po, kam thonë fjalë. Po lebe atë mohabet që ke thonë fjalë, to na kitë kemi thonë fjalë, po interesi janë motivi i lartë, e di? Glabërimi, fitimi, mashtrimi, na për qeveria jeni të parë, pushtete, shoqata, organizata, abe keq janë çuan manipulojnë, edhe mjekësia, drejtësia në këtë botë na është manipuluar, institucionet fetare. Kisha të dhënu vajza të reja hiç pa ndal. Gabimet në për mjekësia, në për politika, vendimmarrje, ushtria, po s'ka më ku shkon. Vetëm këta që i frigohen me kamit të Zotit të vet dhe ndalin nefsin janë banor të xhenetit. Për hajër ju koft. S'ke kapacitet. Së në ndal nefsin njëjtë dopt, e ke humbën betejën. Për para lakmijës, për para shejtanit, për para interesit. A me për një cent të hubin të dënjone, edhe ahiretin. Se s'jete një burr besimtar që ndalon vetën nga epshi dhe intereset të panumër të tash në jetë, di? E po je banor i xhenemit si pas ajetit të Kuranit. Dhe ata të cilët i japin porsi se na jemi në gjendje, s'po di çka them aty, s'po di si shprehem, na për interes të kësaj dënjoje, ju e keni pa, jeni të pa, na jemi në gjendje me mund çmos. Mos të numroj gjona më thjeshta. A është interesi kësaj dënjoje? Unë jam i gatshëm me bon atë që nuk ta merr mendja, atë që nuk e ke në llogari, se ke menduar asnjëherë. Se unë jam kategori e asaj që e kam tepruar me zollume dhe i kam dhënë përparësi botës përballë ahiretit. Unë bavakia që besoj në një ahiret. Kjo është vetëm për besimtarët, ekskluziv. Të tjerët nuk e thash rastisht, nalt. Musliman me kokë, me fakte, argumente, lexime, filone agnostika, shkencëtar, dietar, ka bëu lëmtime, zbulime, raporte, lehat mohabet. Wa amma man khafa maqama rabbih, dhe ata që kanë frikë prej mekamit të Zotit. Ai s'an ban kur gjë, kudo ai. Dinat mohabetin aty hoxhës, kur i ka thonë nxënësve, pra në kanë një pulë dhe binë nesër me kush mos i shohë dikush. Nëndë kishin pru njëri, kishin pru pulën në gjallë. Thot pse? Po s'pata edhe ku të mshem për Zotit. A më mshesh për i Zotit. Thot ti thave pranë dikun kur ju shef kërkush. Këto qerës më mendje let, ishin mshet dikun se ka pa kërkush për njerëzve. Kur e ke për pulën në gjallë, thot ti? Thot unë s'pata ku të mshem për i Zotit. Kush na Zoti më shifke. Po Zoti a çaf në kazino tije. Zoti a çaf në shtëpinë publike, grujat e shtëpia dhe fëmijët e tij. A çaf Zoti ti kur përzihesh me gjini dhe alkool. A çaf Zoti kur ti rren, manipulon, keq përdor moralin, besimin tim. A çaf Zoti kur ti je kapën për agendën me pastruan shtetin prej kazinove, a ti je numër 1 më i shquar i dalluar perfid i kazinove. Tash edhe këtë po do ta besoj unë. Ose përgja bojmë se atje ka Shqipëria ajo pjesa. Beso sa të mundësh. Po hiç po muj me besu këtë. Kjo bota është e çmendur, ej. Këto a problem me gjetë njerëz. Mos ja bojmë si filone atje para 3-4 viteve në Greqinë antike mes ditës me fener. Çka po bën? Po kërkoj njerëz. Po këtë drita po shifoj, këto s'janë, këto janë hije vëllai mirë. Njerëz. A ka njeri këtu që ka frikë me kamit të Zotit të vet? S'ka, po s'ka aty dhe në mirë, atëherë të mos e rrejnë vetën tonë. Dhe ata që e teprojnë me të padrejta, zullum, dhe japin përparësi dënjojës përpara ahiretit, janë xhehenemli. Në vazhdim, dhe ata që kanë frikë prej me kamit të Zotit të vet dhe ndalin nefsin nga çdo interes, janë banor të xhenetit. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.